Pse Kleopatra laj me petalet e trëndafilave? Madje edhe perandor dhe mbretëresha edhe mbretër të tjerë filluan që të lajshin me petalet e trëndafilave. Pse? Tani po ja u tregoj. Mjaftojnë rreth 100 gram nga këto të fresktat. Kini pak durim, Si që ju thash, rreth 100 gram mjaftojnë. Jo këto këtu, por këto këtu. Fluturo tani. Ik pra. S'do të fluturoj. Si i thonë në Shqip kësaj? E kam arruar. Në italisht cocinella. Hajde, fluturo. 1, 2. Fluturo, pra. Okej. Tani do bëjmë një çaj me trëndafila dhe do t'ju them se përse shërben. Prisni, m'jep një kohë. Dhe insektin që gjeta brenda e hoqa sepse më vjen keq, nuk dua ta zjej së bashku me ujin. Më ndiqni me vëmendje. Jemi gati. Teksa uji zjen, duhet ju them që zakonisht unë nuk i laj. Ka disa që i lajnë, por unë nuk i laj sepse humbasin esencën. Kontrollojmë se mos ka ndonjë insekt. Na duhet edhe kjo. Uji zjeu. Jemi gati. Hedhim petalet. Mjafton që taftoni të hidhni 1 limon brenda kur është e ftohtë, e mbyllni dhe e vini në frigorifer për gjithë natën. Ditën tjetër e përdorni. E dini se përse e përdor? Për dermatitin seborrik. Është ajo kur meshkujt zakonisht kur ruhen që u dalin ato ekzemat që se keni më re. Dhe mjafton lëngu i kësaj që ta çosh sipër, pra dhe është në vend që të përdorni profume apo gjëra të tjera, mjafton ky. Sepse është antioksidanti më i fortë që mund të ekzistojë. Bile do t'i them sekretin, se përse Kleopatra laj me këtë. Sepse lëngu i trëndafilave tonifikon rrudhat, pra nuk keni më rrudha, ose reduktohen rrudhat, madje në mëngjes kur dalin ato që fryen syt, me anë të këtij lëngu, mjaft të fërkoni atë pjesën aty, dhe me këtë çdo gjë ulet, pra e redukton. Bile për më tepër është kaq antioksidant sa që gjithë lëkura, jo vetëm që redukton ndjeshëm rrudhat, por edhe ndriçon lëkurën. Dua t'ju kujtoj që përveç kësaj mund ta përdorni dhe si çaj, pra ta pini. Unë tani ja u thash. Kush dëshiron që të bëj shurup, mjafton që të hidhni sheqer 1:1, pra aq sa përqindje ka të petaleve të trëndafilave, po aq edhe sheqer. Dhe përveç se limoni që ta shtoni, pra ai është shurupi i trëndafilit. Kalofshi